mos më bëj filma mua. Po. Me që është edhe... Unë ndërkohë i kam huazuar gjupin Po, Wizit. DJ Wizit. Bravo. Ose ngjan kështu si gjupu shtarak si tip Grinchi. Po. Se do shkojmë tek Grinchi në përballjen e tij me Babagjyshin. Grinch, ç'është gjithë ky thes? Çfarë ke vjedhur këtë herë? Komplet vitin e ri. Si vitin e ri? Komplet vitin e ri e kam vjedhur me fishek zjarre, me urime, me baklava, me premtime. Kam futur të gjitha në një thes. Si su lodhe njëherë duke vjedhur o burr? Këtë herë jam lodhur tamam. Ki me hangër një ditë, o Grinch. Unë me vërtet jam plak, jam ka ik mjekra. E kam blyer te berberi. Gjithsesi, lej këto tani, se njerëzit janë gati. Kanë bërë plane për darke, po gëzojnë shpërblimet e jepja tani vitin e ri. Po, festuan vitin e ri shqiptarët. Viti i ri shqiptar anullohet. Jam lodhur nga njerëzit gjithë vitin e shajnë, vetëm me 31 kujtohen të urojnë. Po çfarë do të fitosh ti se u ke hequr vitin e ri? Ma thuaj pak. Qetësi. Po tani a ka kuptim viti i ri me qetësi? Duhet zhurmë more, atmosferë, fishek zjarre. A ty mori? Do t'i vjet edhe fishek zjarret. A mas ja fut kot tani. Po, fishek zjarre nuk ka këtë vit, mjaft. Nuk keni pushu gjithë vitin, çdo na 12 bababiu. Këtë vit nuk ka. Shumë ankesa ke, o Grinch. Do t'i vjet edhe ankesat. Po e thej herë tani, herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë. Qa ke e burr? Po pse u bezdise ti? Gjithë vitin ankoheni e bezdiseni, e me 31 kujtoheni me buzqesh. Pastaj me 1 i fusi një gjumë të merrni veten, e me 2 opa filloni ankesat prap. Ktu srihet, ky vend zbëhet, opa do iki, opa rritet rrugës. Pas ke kap shumë keq me njerëzit, Grincho. Unë mendoja se Grinchi vidh ka vetëm nëpër filma. Mos më bë filma mu. Bota i bën filma, unë i bëj realitet. Po, e tani qa? Po pse u bezdise? Po ke filluar vjedh dhe tekstet to. Çfarë bën? Do vjedh edhe emisionin. Po ti e ke vjedhur me kohë, po ç'pun ke ti me emisionin? Lëri njerëzit tani të dëgjojnë emisionit, po s'dëshën, dëgjojnë protestën. Nuk ka justifikim për ta filluar nga e para, o Grinch. Nuk ka më as selfie. Po, nuk ka më as justifikime. Nuk ka më as story me shkrimi New Year, New Me. Çfarë thua? Se nuk ka më new. Se vitin tjetër do t'jeni po njësoj. Ore. Po mankesa. Prandaj duhet edhe pak gëzim, Grinchi, se në janar realiteti është aty, makarona, fatura, dieta, 31-shi, për qa vijun? Val pak, më shimë sy, për qa vijun këtu? Po ti ke punën tate, unë kam punën time. Po puna jote nuk është vjedhësh, është puna tjetër kujta jo të vjedhësh. O, unë do t'i vjedh. Po s'bën ti të vjedhësh, s'ke aq vite ti sa të vjedhësh. Çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Ma ashtu është, ashtu. Me 31 vendosin nizin palestrën e me 3 janar, po, e lejnë. Bukur shumë. Tani t'ja fusim një sallatë ruse ne, si mendon ti? Jo, do ta vjedh edhe sallatën ruse. Po sallatë ruse, pse do na e vjedhësh? Se ne jemi me Ukrainën, ne nuk duhet debate politike në tavolinë. Grinch ti e Ukrainës, Grinch? Jo. Leje me politikën, mos u fut aty për na sill sallatën. Nuk ka mo. Nuk ka mo, ha? Jo. Po darka, po familja. Edhe ato do t'i vjedh, gjitha. Ore, ti nuk ja pas ke iden fare se qa po bën sot. Që e ke out fare, Grinchi. Do t'i vjedh gjitha, edhe darkën, po, edhe lumturin, po, se gjithë vitin tradhtoni, gjithë vitin ziheni, gjithë vitin shajni, e me 31 bëni sikur s'ka ndodhur asgjë. E çu duhet darka, më mirë ta vjedh, e rini rahat. Ma fute këtu. 1-0 për mua. Që ke bërë edhe humorist, e? Bravo, bravo. Tjetër, vetë se të qesh, me që s'po bëni ju humor, bëjun. O Grinch, lutem tani mos të zihemi. Lëre vitin e ri të vi, hiq dorë nga vjedhja, nuk ka pa kush. Do t'i vjedh. Hajër. Do t'ju vjedh unë para se t'ju vjedhja ai marketit ku ju rrit çmimet. Ore, unë e kisha ndar mendjen që sot nuk do merresha me ty, po të kushtoj shumë rëndësi, ça do me kap në Prime ti, Grincho. Unë nuk e di, po edhe Prime-in do ta vjedh, edhe Big Brotherin do ta vjedh. Ti që e ke do vjedh çmimin e madh. Kuj do ta vjedhësh? Vrenozi do t'ja vjedhë çmimin e madh. Jo, ti s'ma mban. Nuk ta mban ndaj Vrenozit. E po shoqyr. Gëzuar Grinchi. Gëzuar. Kalofsh mirë, vjedhje të mbara.